Për të gjithë ju miq të televizionit Syri, përshëndetje dhe mirë se po takohemi edhe kësaj radhe në një tjetër temë diskutimi. Nuk janë të paktë persona të cilët kanë probleme me çrregullimin në të folur. Disa të tjerë kanë probleme në çrregullimet në procesin e nxënjes. Disa të tjerë vuajnë nga sëmundja Alzheimerit. Ka persona të cilët kanë çrregullime neuropsikologjike që në një farë forme të gjitha bashk e bëjnë kujdesin e profesionistëve në mënyrë që të gjitha këto probleme të eliminohen me kohë dhe trajtimi i tyre të jetë në raport me kohën. Për të gjitha këto, ne do të flasim me të ftuarën në studion tonë, Era Pozhegu, neuropsikologe. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Era, do të përpiqemi sot radhazi të kalojmë nga njëra temë në temën tjetër, me idenë që t'i trajtojmë siç është më smiri secilin prej tyre, sidomos kur është fjala për problemet e çrregullimit të folurit, sepse fëmijët janë të ndjeshëm dhe gjithsesi edhe prindi bëhet i ndjeshëm bashkë me problemin e fëmijës së tij. Megjithatë, ju vini nga një eksperiencë shteteve të huaja ku keni përfunduar studimet dhe me siguri keni marrë eksperjenca të mira në mënyrë që trajtimi të jetë sa më i favorshëm dhe sa më adekuat për secilin problem. Na sjell pak përvojën tuaja nga atje. Po, patjetër. Atëherë unë spari studimet bachelor i kam përfundu këtu në Kosovë, kam studiu për logopedin, pastaj studimet master i kam përfundu në Universitetin e Sheffieldit, do të thotë në Selanik të Greqisë. Universiteti i Sheffieldit është një universitet, do të thotë që ka selin në Angli, por fakt e kanë marrë edhe një seli tjetër në Ballkan, do të thotë në Greqi. Unë e pata fatin, do të thotë, që të studioj në këtë universitet dhe isha gjenerata e fundit që i përfundova studimet këtu, për arsye se pasi diplomova unë, e mbyllën, do të thotë, këtë universitet dhe zaventuan me një universiteti i Yorkut. Ku po du me dalë është se Universiteti i Sheffieldit nga një hulumtim i bërë në vitin 2022 nga Times Education, Higher Education Universities, do të thotë rankings, renditja universiteteve, ka dalë ndër 50 më të mirët në botë edhe ndër 14 më të mirët në Angli. Dhe kjo ju ka mundësuar juve që të ndiheni mirë me gjithat eksperiencë dhe ato njohuri që i keni marrë brenda viteve të studimit, apo? Po, shumë e vërtet. Nëse muj me ndërlidh ka qenë një eksperiencë e mrekullueshme, do të thotë patjetër që studimi jashtë vendit ka dhe sfidat edhe benefitet e veta. Për shembull, disa benefite sepse largimi do të thotë nga një vend me pa një kulturë tjetër. Pastaj, benefit tjetër ka qenë sepse ka jap edhe mundësi në karrierë, kishte mundësi më tepër ta se sa që ju ofron, do të thotë, shteti jonë, ishte një sistem komplet tjetër, do të thotë, një stil komplet tjetër i të mësuarit, ndryshe me shka na ofrohet, do të thotë, në Kosovë, por pavarësisht benefiteve, do të thotë, ka dhe disa sfida. Nëse dikush dëshiron me studiu jashtë vendit, patjetër që duhet me qenë me pas vendosshmëri edhe me pas përpjekje. Sepse unë personalisht kam qenë shumë e lidhur me familjen, edhe do të thotë eksperienca jashtë vendit pak larg familjes më ka ndiku shumë. Gjithashtu, nëse më me u ndërlidh, ka qenë, do të thotë, se është fol gjua greke, edhe normalisht që ndikon sepse një gjuhë e re që ti ende se ke dëgju, edhe pse në universitet ne kemi studiuar në gjuhën angleze. Por pavarësisht të gjithave, nëse dikush ka dëshirë me studiu jashtë vendit, ju rekomandoj plotësisht, le të gjejnë ndonjë bursë, ndonjë mundësi, nuk është e vështirë, munden, do të thotë, me arrit me studiu nëse kanë dëshirë. Dhe gjithçka përfundoi me sukses, i përmbyllet studimet dhe u kthyet në Gjakov për ta nisur një eksperiencë të re, fal atyre përvojave që keni marrë edhe në universitetin ton, por gjithsesi edhe në universitetin e huaj. Më intereson të di, çrregullimet e të folurit konsiderohen çrregullime të cilat kërkojnë trajtim të veçantë, për faktin se krahas trajtimit të veçantë kërkon edhe përkushtimin maksimal, qoftë nga ana e prindit, qoftë nga ana e profesionistit të fushës. Na bëj pak më të qartë, si janë të specifikuara ato? Atëherë, për me specifiku, çrregullimi të folurit do të thotë një dëmtim i artikulimit të folurit, apo dëmtim i rrjedhshmërisë të folurit, ose dëmtim i zërit. Dëmtim do të thotë i kordave vokale që shkakton edhe çrregullimet të zërit.
Çrregullimet e të folurit do të thotë specifikohen në mënyra të ndryshme. Ka të tipeve të ndryshme, ka të tipeve më të lehta, ka edhe të tipeve më të rënda. Po varësisht nga çrregullimi mundem me e dallu do të thotë edhe trajtimin. Kur mund të jetë ato, kur mund të hasen, kur është adresa më saktë që duhet i drejtohen profesionistët, a mund të vrehet ajo shumë herët? Atëherë, varet sepse ka çrregullime të shumta, edhe zakonisht varet nga lloji i çrregullimit. Po e marr me shembull, atëherë belbëzimi është një çrregullim i tempos edhe i ritmit të folurit, mundet me u diagnostifiku shumë herët. Për shembull, kur fëmia fillon me fol, mundet nana me diagnostifiku shumë herët dhe pastaj mundet me identifiku edhe personat që e rrethojnë, familja apo në shkollë. Ka do të thotë edhe çrregullime të artikulimit të tingujve, edhe këto diagnostifikohen shumë lehtë nga personat që e rrethojnë. Sepse për shembull e ka ndonjë mungesë të ndonjë tingulli, zakonisht të tingujve buzor, p, b, m, edhe identifikohet shumë lehtë. Ndërsa nëse flasim për çrregullime gjuhësore, atëherë patjetër që duhen me u testu. Për shembull, çrregullimet e gjuhës ekspresive dhe receptive, patjetër që këto çrregullime na duhet me i testu. Dhe a marrin kohë këto? Marrin kohë varësisht nga çrregullimi. Disa do të thotë kanë diagnostifikimin më të lehtë, disa kanë do të thotë diagnostifikimin më ndryshe. Por fatmirësisht tash ka teste të ndryshme, kemi testin e artikulimit, kemi testin e gjuhës ekspresive receptive dhe diagnostifikojmë shumë lehtë. Sa janë prindrit të gatshëm të bashkëpunojnë me ju në këtë drejtim, nëse hasim njërin prej këtyre problemeve, që ata të marrin secilin propozim tuaj, secilin këshill, të njëjtën ta bëjnë edhe në shtëpi në mënyrë që gjatë gjithë kohës të punohet nga të dy anët që problemi të evitohet më shpejt. Atëherë, me aq sa unë do të thotë punoj, prindërit kanë qenë gjithmonë bashkëpunues. Normal që prindi gjithmonë e kërkon më të mirën tek fëmia i tij. Edhe në momentin që kupton që fëmia ka një çrregullim, menjëherë kërkojnë do të thotë kur, kërkojnë me e dërgu për diagnostifikim. Unë do të thotë jam e kënaqur personalisht me prindërit sepse gjithmonë kanë qenë bashkëpunues. Sepse po nuk ke bashkëpunimi ndërsjellët, atëherë do të thotë nuk ka fare trajtimi, s'ka progres fare. Kështu që patjetër që duhet me pas një bashkëpunim prindi me terapistin. Kemi edhe prindër të atyre llojeve që kanë qenë më jo bashkëpunues, por kuptohet nga angazhimet, kuptohet do të thotë edhe nga niveli i shkollimit, sepse nganjëherë duhet edhe me jo spjegu në pika, në detaje për çrregullimin që fëmia e posedon, edhe normalisht që prindi duhet me punu shumë me fëmijën, sepse fëmia tek ne trajtohet do të thotë varet nga çrregullimi, seanca zgjat 30 deri në 45 minuta, edhe pastaj prindi është gjatë gjithë ditës për shembull me fëmijën. Nëse prindi nuk i realizon ato ushtrime që na ja japim në shtëpi, patjetër që seanca jon ka me qenë më jo efektive. A është eliminu në përgjithësi ajo skepticizmi i disa prindërve që jetojnë me më të moshuarit në shtëpi, gjoja që hajt belbëzimi kalon me kohë, hajt tash se t'i japim përparësi edhe pak, lëre çfarë thot shkenca, janë disa stereotipe të panevojshme, por të dukshme në shoqërinë tonë shqiptare. E pastaj, nëse faktori kohë nuk është ai që merret në momentin e duhur, problemi e trajtimit mund të zgjatet me siguri. Shumë e vërtet është kjo që e thoni, po fatmirësisht prindërit që i kanë eliminu këto stereotipe. Zakonisht kur vjen një prind me fëmijën e tij për herë të parë në ordinancë po flas, ne e pyesim për lejen e fotografisë. Do të pyesim, a lejohet me fotografu, a ki dëshirë ti me ekspozu fëmijën? Edhe fatmirësisht të gjithë thonë po. Thonë me vetbesim të plot po prap se prap unë nuk e ekspozoj, e kam ashtu të mënyrë të punës, përderisa nuk është e nevojshme nuk i ekspozoj, po prindërit janë shumë të hapur dhe lejojnë me ekspozu në çfarëdo forme. Këto probleme dhe të tjera shtesë, çrregullimet e nxënjes, disleksia, disgrafia, janë komponente të cilat ballafaqohet pastaj edhe gjatë procesit mësimor fëmia, që natyrshëm mund ta bëjë atë të mos ndihet mirë me mësimet e marra në raport me gjeneratën, në raport me moshën, si eliminohen këto? Shumë e vërtetë edhe kjo. Çrregullimet e nxënjes njëherë
du me ju të regu që janë do të thotë paaftësi në të mësuar. Ti i përmendë shumë mirë, futet disleksia është rregullim i të lexuarit, disgrafia është paaftësi në të shkruar edhe diskalkulia është vështirësi në matematikë. Këto do të thotë zakonisht identifikohen momentin që fëmia do të thotë futet në shkollë, sepse aty e dallon shumë mirë prindi edhe mësuesja se fëmia po paraqet do të thotë ose zakonisht prindërit e identifikojnë se fëmia nuk po ka dëshirë me mësu. Po në fakt ai është duke e posedu do të thotë një paaftësi të mësuarit. Zakonisht këto identifikohen në shkollë edhe menjëherë nëse zakonisht mësuesit kanë informacionet e duhura e alarmojnë prindin, edhe prindi e sjell do të thotë fëmijën për trajtim tek logopedi. Po në ato raste kur mësuesja ndoshta e merr guximin edhe i thot prindit për problemin që ajo e ka hasë gjatë procesit mësimor, por prindi nuk don ta pranoj sepse thot e kom vendos pak më herët në klasë të parë, kadal fillon edhe e merr veten. Kemi natyra të tilla nga përvoja mësimdhënies. Po shumë e vërtet kemi kësi lloj natyrash, po kjo është pak a shumë edhe personale. Për shembull, këtu në asmuj me ndërhy. Prindi do të thotë duhet me pas informacionet qarta për këto çrregullime. Unë e kam përmend edhe më herët, ka qenë dita e disleksisë, e kam përmend një hulumtim që e kam bërë në Burgun e Kosovës, e kam bërë në Lipjan dhe ka dalë që shumica e këtyre personave të burgosurve kanë shfaqje të thotë simptomat e disleksisë, që do të thotë që nëse nuk trajtohet ky çrregullim, mundet me e çu personin me kry do të thotë edhe sjellje agresive ose me kry edhe akte kriminale. Këto veç që kom përmend më herët, kështu që prindërit duhet me qenë të vetëdijshëm, sepse kjo nuk është diçka që fëmia nuk po don me mësu, ose për shembull fëmia po ndjehet është më dembel, nuk është kjo. Kjo është diçka që vjen nga natyra e trurit, është diçka funksionale që nuk e kontrollon fëmia. Andaj kjo është edhe personale, varet edhe niveli i shkollimit të prindit, por mësuesja shka duhet me bo, është mirë që mësuesja mi pas informacionet e duhura dhe nga dal me ja spjegu prindit. Atëherë prindja dërgon apo se dërgon normal që është diçka personale. Nuk ishte e paqëllimshme pyetja ime, ishte pikrisht në faktin se sa organizoni ose përpiqeni që përmes projekte dhe programeve të ndryshme profesionistë të fushës siç jeni ju të gjendeni edhe brenda shkollave përmes ligjëratave, ndonjë program të veçantë që të zbuloni vetë këto probleme. Ndoshta edhe mësuesja nuk e ka të qartë ose nuk e ka guximin të ti tregoj prindrit për një problem të tillë. E profesionisti i fushës e ka shumë më të detajuar edhe formën e raportimit të kësaj situate. Po pra, fatkeqësisht ne në Kosovë s'kemi t'inkuadruar logoped nëpër shkolla. Edhe është një mungesë shumë e madhe. Për arsye se nganjëherë gjithë faji i vihet edhe mësuesit. Po ne duhet me i kuptu mësuesit që i ka për shembull në klasë 30 nxënës, aku ta diu 25 deri në 30. Ai nuk mundet do të thotë më marr gjatë gjithë kohës me një nxënës ku e presin do të thotë edhe 25 të tjerë. Kuptohet. Ne duhet me e kuptu shumë mësuesin në këtë pjesë. Në momentin që kishte me pas logoped në shkollë, kishte me qenë shumë më mirë, sepse mësuesi e kishte referu do të thotë fëmijën tek logopedi, kishin bashkëpunu ndërmjet veti dhe logopedi kishte rregu mësuesit se çka me punu me fëmijën. Ose nëse e kishte pas një asistent për shembull në klasë, kishte me qenë edhe më mirë. Zakonisht ja vëjnë fajin edhe mësuesve në këtë pjesë, po mësuesit nuk kanë faj në këtë pjesë as pak. Ata duhet më marrë edhe me nxënësit tjerë, do të thotë nuk e kanë vetëm këtë nxënës, sepse nxënësit me çrregullime të folurit apo me çrregullime të mësuarit është do të thotë kanë nevojë që më rehabilitu në mënyrë pak më ndryshe. Duhet me jo përsërit disa herë derisa ta kuptojnë, edhe tash mësuesja nuk ka kohë, sepse koha ka lënë, duhet me ju shpjegua edhe nxënësave tjerë. Po fatmirësisht jemi duke kriju edhe trajnime. Jemi duke kriju trajnime, tash do të thotë edhe njerëzit janë sensibilizu, po e kuptojnë, kanë ardhur do të thotë edhe profesionistë të fushave tjera, tash u shfut edhe neuropsikologjia gjithashtu, edhe njerëzit po e kuptojnë, do të thotë vetëm se janë vetëdijsu. Edhe fatmirësisht i kemi tash edhe do të thotë rrjetet, i kemi Wikipedia, kemi Facebook, kemi Instagram, po gjithka do të thotë na po marrim informacione për këto tema. Nëse një fëmijë i ciklit parafillor nuk evidentohet me këto probleme, ai kalon në shkollën në mesme të ullët dhe i njëjti gradualisht vjen edhe në ciklin e lartë,
A ka gjasa kur ai fillon e rritet vetë edhe i sheh vetë problemet edhe e merr nismën vetë. A ka gjasa që të evitohen në një moshë pak më të rritur, më madhore këto probleme? Patjetër që ka gjasa më evitu edhe në një moshë madhore. Do të thotë nëse punohet me mënyrë duhur dhe me udhëzime të qarta, ka sukses, por normalisht që suksesi është më i ngadalë në një moshë madhore. Patjetër që trajtimi i hershëm na sjell rezultate më të mira. Sa më herët që na do të thotë intervenojmë, rezultatet kanë me qenë më të mira. A janë çrregullime që kërkojnë vetëm trajtim përmes teknikave, metodave, punës krejt, apo edhe ka trajtim me medikamente ose diçka tjetër? Jo, çrregullimet e të mësuarit nuk trajtohen me medikamente, vetëm nëse nes pas nesër do të thotë fëmia ka do të thotë sjellje agresive, mundet me e marrë ndonjë lloj medikamenti. Por trajtohet normalisht nëpërmjet trajtimit logopedik edhe neuropsikologjik. Po, çka duhet me bo prindëri duhet me qenë do të thotë shumë të kujdesshëm, duhet me i motivu fëmijët e tyre. Sepse një fëmijë me çrregullim të mësuarit nuk mëson si një fëmijë me zhvillim normal. Për shembull, një fëmijë me zhvillim normal e kap më shpejt, fëmijës me çrregullim të mësuarit duhet me ja përsërit më shumë. Edhe prindi, nëse fëmia vetëm pak mundohet me mësu, prindi do të thotë duhet me e motivu, duhet me i thonë bravo, të lumt, edhe në këtë formë motivon fëmijën me mësu. Kështu që duhet pak a shumë gjatë gjithë kohës me i motivu. Po flas për kushtet shtëpisë. Atëherë patjetër që personat adekuat kanë trajtimin ndryshe. A mund të ndodhë fenomeni i bullizimit me këta fëmijë nëse nuk merret mësuesi, mësimdhënësi sa duhet, prindi nuk e tregon problemin? Patjetër që po. Sepse siç e dim, tek ne bullizohen edhe personat që nuk kanë asnjë lloj çrregullimi, edhe personat me zhvillim normal. Patjetër veçanërisht personat që kanë ndonjë çrregullim, patjetër që bullizohen nga shokët e klasës. Kështu që duhet me qenë kujdesshëm. Duhet me qenë i kujdesshëm edhe komplet sistemi i shkollës. Duhet me pas parasysh, do të thotë edhe gjatë gjithë kohës me i këshillu nxënësit e klasës që me i ndihmu, le ta ndihmojmë këtë fëmijë. Edhe në këtë farë forme do të thotë me arrit ndonjë rezultat. Një problem disgrafik që është kryesori në një farë forme, sepse sa kohë merr trajtim që të jetë në shkallë të barabartë pastaj me grup moshën e vet? Atëherë, varësisht, unë gjithmonë them që çdo fëmijë është unik. Dikush i pranon të thotë udhëzimet më shpejt, dikush më vonë. Zakonisht mbaret edhe nga mënyra, nga faktorët mjedisore dhe ku është rritë do të thotë fëmia. Por zakonisht një fëmijë i cili ka probleme disgrafike varet edhe nga lloji i problemit. Sepse mundet me pas shembull, mundet me pas do të thotë problem me shkronjat e dorës siç i kemi ne, ose mundet me i përzi shkronjat e dorës me shkronjat e shtypit, apo mundet me shkruaj gjatë gjithë kohës vetëm me shkronja të mëdha. Kështu që kjo është diçka që trajtohet më lehtë. Në momentin që ka do të thotë përzierje të shkronjave gjatë gjithë kohës, edhe ka distorzion, do të thotë ka shtrembërim të shkronjave gjatë të shkruarit, atëherë patjetër që kërkon më shumë kohë. Varësisht do të thotë varet nga tipi, nga lloji i çrregullimit që e posedon. Në nivel vendi, krahasuar me përvojat e profesionistëve të fushës së njëjtë, ju me siguri takoheni edhe shkëmbeni ato eksperiencat e juaja. Si qëndrojnë fëmijët e Kosovës përgjithsisht me këto probleme? Po mendoj në Kosovë? Në Kosovë, përgjithsisht edhe nëse ke ndonjë studim në Gjakov, thjesht nga përvoja juaje deri tanishme. A kemi fëmijë që kanë probleme të tilla? Shumë. Ose sa është shkalla parafërsisht? Kemi shumë fëmijë që kanë probleme të mësuarit, edhe që nuk di me i dallu që i kanë këto probleme. Unë personalisht dhe vetë kur kam qenë në shkollë, kam pas do të thotë në klasë shokët që kam pas kësi lloj çrregullimesh, edhe atëherë do të thotë nuk e kom ditë. Atëherë kemi thonë shembull po lexoj kam ngadalë, e pas ka do të thotë të natyrshme, po tash që e kom studiu do të thotë e kom kuptuar që ka pas një paaftësi të mësuarit. Kemi shumë raste që kanë paaftësi të mësuarit, por që nuk dinë me identifiku si duhet. Të gjitha këto që era po i thotë në studio, ne do ta kemi edhe një material nga tereni që do t'i korespondon bisedës me erën e pastaj rikthehemi për të vazhduar pjesën tjetër.
Shërbimet neuropsikologjike janë përpjekje për të kuptuar marrëdhëniet midis mendjes dhe trurit. Në shumë raste, kërkimi përqendrohet në studimin e problemeve neurologjike. Kontributin profesional në fushën e neuropsikologjisë së fundmi është duke e dhënë përmes seancave të ndryshme edhe Era Pozhegu, e cila ka filluar të merr përkrahjen e shumë prindërve të cilët kanë nevojë për mbështetje të këtyre problemeve. Arpënore Qaravina është një nënë e cila prej 22 vitësh kujdeset dhe trajton në mënyra të ndryshme problemin e vajzës së saj në lidhje me sëmundjen e epilepsisë, ku rrugtimi i saj ka qenë shumë sfidues dhe i vështirë. Jam nënë e 3 fëmijëve, por fëmijën e tretë arritën të lindur me 4 në dorë në vitin 1999. E kam me diagnozë të epilepsisë. Kjo sëmundje ka rrjedhë si pasojë e gabimeve të mjekësisë, mund ta them lirisht. Edhe kështu që 22 vite jam përballuar me sëmundjen e saj, mos them pothuajse në mënyrë vetanake. Arrita deri në klasën e 5, ka shku e rregullt në shkollën fillore Zakaria Rexha, përmes të cilës muj ta falenderoj mësuesen Besa Byci, e cila është kujdes shumë për te. Edhe ka arrit që ajo të zhvillohet, mos them pothuajse sikur fëmijët të shkojnë në shkollë, pothuajse sikur gjithë fëmijët normal. Në momentin që vajza ime është privu nga shkollimi i metodjeshëm, është mbyll në shtëpi, edhe kanë filluar atëherë problemet normal, sikur kur nuk ke shoqëri. Edhe me kohë është vizitu, i ka pas vizitat shumë të rregullta, kontrollat mirë, po përparimi nuk ka shku ashtu si është dashur, pse një pjesë ka qenë mos socializimi. Domethënë, me 20 prill të këtij viti e kam dërgu në Stamboll dhe atje është operu për epilepsi. Për momentin, nga ana neurologjike është mirë po për damtimeve që është, domethënë që nuk është kontrollu ashtu si duhet, i ka disa probleme tani që i kanë linë mbas operacionit. Sfidat lidhur me përkujdesjen e fëmijëve të këtij lloji janë shumë të mëdha. Krejt kohën duhet mu përballë, mos me qenë gëzueshëm, mos mu idhnu, me kohë me ushqimin, me kohë fjetjen, me kohë daljen. Domethënë të gjitha i kanë në mënyrë të automatike edhe të vazhdueshme. Automatikisht i kanë të regjistruar që në këtë kohë duhet kështu, e në atë kohë duhet kështu. Si rëndom, nënat asnjëherë nuk dorëzohen kundrejt një problemi shëndetësor, prandaj së fundmi kjo nën ka vendosur që trajtimin e vajzës t'ia besoj neuropsikologës Era Pozhegu. Jam me fat që ndërkohë e kam taku Era Pozhegun, e cila e kam taku gjatë një trajnimi, të cilën e kam bërë ligjërat në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare, edhe aty e kam pa që e kishte titullin i cili bash na përkiste mu dhe vajzës. Domethënë vajzës time, po njëkohësisht edhe mu. Po punon me vajzën ka që 4 seanca, ajo po ndihet shumë mirë, pasi që edhe ashtu pak a shumë është e përgatitur se i din me numrat, shkronjat, gjuhën angleze e ka për zemër shumë. Mirë po mbi të gjitha mësuesen Era po i ka shumë për zemër për momentin normal. Është shumë herët me thonë për rezultatet që janë të arrishme, se veç 3 seanca e kemi bo, 4 jemi taku, mirë po shpresoj shumë se një të ardhme ka me pas përparim, se veç po shihet që
ka dëshirë ato shka I punon me herën, ka dëshirë me vazhdu edhe në shtëpi. Ajo beson që seancat me erën janë tejet profesionale, për çfarë dhe vajza I ka pranuar shumë mirë ato, por gjithnjë duke synuar që edhe rezultatet të jenë pjesë e bashkëpunimit. Për ju që inkuadruar paksa me vonesë, ju rikujtojmë që kemi ndjekur një material nga tereni në lidhje me çrregullimet të folurit dhe çrregullimet të nxënjes të cilat era ose e ftuara jon I realizon në baza ditore. Kthehemi për të vazhduar edhe te një element shumë I rëndësishëm era. Më intereson të di, grup mosha, cila grup moshë është më atakuar gjithsesi edhe gjinia? A e specifikon shkenca gjinin me këto probleme? Atëherë, për te grup moshat nuk ka ndonjë hulumtim të veçantë që e specifikon, po zakonisht siç thash edhe më herët, identifikohet do të thotë në momentin që fëmia futet në shkollë. Zakonisht mundet me qenë grup mosha e shkollës fillore. Por për sa I përket gjinis, kanë bërë një hulumtim për çrregullimet e nxënjes dhe ka dalë që 2/3 e fëmijëve që e posedojnë këtë çrregullim janë djem. Du me u ndërlidh sepse është shumë interesant, nëse mund e më ndërlidh edhe për çrregullimin e autizmit. Çrregullimi I autizmit është një çrregullim neurozhvillimor dhe nga një hulumtim që është bërë në vitin 2016 ka dalë që 1 në 68 persona të moshës 8 vjeçare do të thotë janë me autizëm. Edhe nga këta ka gjasa që 4.5 herë më shumë më u prek djemt. Gjithashtu, është interesant sepse edhe fëmijët me ADHD, me çrregullim të hiperaktivitetit, kanë gjasa më shumë se sa 2 herë më u prek djemt. Ende nuk ka ndonjë hulumtim se për çfarë arsye do të thotë djemt po preken më shumë me çrregullime të këtyre llojeve, por unë nga eksperienca personale kam punuar në një OJQ në Prizren, ka qenë një qendër jo qeveritare, ka qenë qendra Pema dhe kemi pas 86 raste, 86 fëmijë që kanë marrë rehabilitim në atë qendër. Kemi pas aty jo veç logoped, kemi pas dhe fizioterapeut dhe psikolog. Nga rastet që I kemi trajtu, 86 kanë qenë, dikun 60 e sa raste, sepse s'po më kujtohet momentalisht fiks numri, kanë qenë djem dhe pjesa mbetur kanë qenë vajza. Do thotë është shumë interesant sepse djemt po atakohen më shumë me çrregullime të këtyre llojeve se sa vajzat. Është do të thotë edhe e vërtetuar shkencëtarisht. Dhe nga praktika jote tash në ordinancën tuaj, e keni pa që... Në ordinancën time momentalisht I kam pak a shumë si baraz, por do ta hulumtoj, jam e interesuar me hulumtu këtë pjesë, edhe sidomos pjesën se pse djemt po atakohen do të thotë me këto çrregullime më shumë. Na fol pak me që e preke edhe vetë autizmin. Sa kemi arritur si shoqëri të identifikojmë me kohë këto probleme edhe ta konsiderojmë që një diçka e cila është pjesë e jona, pjesë e familjes sone dhe gradualisht duhet ta pranojmë këtë problem dhe të njëjtin ta trajtojmë ashtu siç e kërkon situata. Atëherë, autizmi është një çrregullim specifik. Thash edhe më herët është një çrregullim neurozhvillimor. Do të thotë që ka të bëjë është me pjesën funksionale të trurit. Autizmi nuk dihet do të thotë shkaku kryesor se nga vjen. Përflitej se vjen nga vaksina, por nuk është as pak e vërtetë sepse është vërtetuar shkencëtarisht, janë realizuar mbi 100.000 do të thotë hulumtime në këtë fushë dhe vaksina nuk e shkakton fare autizmin. Autizmi thuhet që mund të jetë edhe gjenetik, por gjatë gjithë kohës po hulumtohet do të thotë për rreth trashëgimisë, rreth faktorëve mjedisor se çka po e shkakton. Por po flasim për shkaqet. Tiparet e autizmit vren shumë herët në jetë. Qysh në 12 mujorshën e parë, qysh do të thotë fëmia kur është 1 vjet, vrehen simptomat e para të autizmit. Nëse nana do të thotë ka informacionet e qarta, mundet me identifiku shumë herët. Sepse fëmia qysh kaq herë do të thotë nuk ka kontakt me sy, nuk shfaq ndonjë grimas të fytyrës, ndonjë buzëqeshje me nanën. Pavarësisht që ti I flet, ai nuk I ka. Nuk ka reagim fare. Edhe gjithashtu, nëse për shembull dëshiron nana me ja jap një lojë apo diçka, fëmia fare do të thotë nuk bën me dorë nga lojra për me ja jap nana, do të thotë nuk ka fare reagim në këtë pjesë. Edhe këta kanë edhe do të thotë probleme në komunikim edhe probleme të folurit. Gjithashtu shfaqen edhe sjellje repetitive.
Do të thotë që nënkupton që shfaqin edhe sjellje obsesive, marrin një lojë edhe gjatë gjithë kohës do të thotë e godasin, shfaqin sjellje repetitive. Por nëse nëna do të thotë ka informacionet e duhura, mundet me diagnostifiku shumë herët. Edhe patjetër që diagnostifikimi i hershëm na çon rezultatet më të mira. Disa herë kemi pas profesionistë të fushës të cilët e kanë thënë që detyra kryesore e prindit me fëmijë autik është që ai të punon në baza ditore strikt të gjitha konsultat të cilat paraprakisht ja jep profesionisti. Sa shoqëria jonë, prindërit tanë të cilët kanë probleme të tilla, kanë kohë të pas parasysh dinamikën e tillë, edhe ka kosto, nëse nuk gaboj, është një kosto tejet e lartë. Atëherë, unë i kuptoj shumë mirë prindërit që kanë do të thotë një fëmijë me çfarë do çrregullimi. Jo vetëm me ndonjë çrregullim do të thotë të folurit, po edhe me çrregullim të spektrit të autizmit. Është shumë sfiduese për prindërit, shumë sfiduese. Ne gjithashtu mundem me jap si mesazh që duhem me i kuptu shumë mirë këta prind. Sepse me u marrë me një fëmijë autik është sfiduese. Duhet gjatë gjithë kohës me pas asistencë, do thotë, me asistu dikush. Për ne në Kosovë nuk është që kemi shumë qendra multidisciplinare, për shembull ku futet, ku është aty neuropsikologu, pediatri, psikologu, ergoterapeuti. Që do ta lehtësonte punën e prindit në një farë forme. Do ta lehtësonte, sepse profesionistët do të thotë e kishin bërë pastaj një plan dhe ishin bazuar në atë plan dhe do kishte qenë shumë më e lehtë. Edhe për prindërit patjetër që ka dhe kosto, edhe fatkeqësisht në Kosovë kuptohet se që kemi do të thotë kostot e kësaj fushë, por nuk do të thotë që nuk ka rezultat. Se kam parasysh faktin nëse një fëmijë autik merr trajtim 1 orë, 2 orë seanca për shembull tek ju dhe të njëjtit fëmijë i mungojnë prindërit 8 deri në 10 orë derisa ata janë në vendet e tyre të punës. A është e vështirë menaxhimi apo domosdoshmërisht njëri prind duhet të qëndrojë në shtëpi që rezultati të jetë më i shpejtë? Patjetër që njëri prind duhet me qëndru në shtëpi. Mos qoftë prind, atëherë duhet një kujdestar i familjes, patjetër, sepse ka raste që këta fëmijët autik shfaqin edhe sjellje agresive, munden edhe me dëmtu vetën pa ditë që po dëmtojnë. Pastaj munden edhe në shtëpi me dëmtu diçka, edhe patjetër që duhet me asistu gjatë gjithë kohës. Po, si puna juaj ose profesioni juaj natyrshëm shkenca neuropsikologjisë i trajton edhe problemet e personave me sëmundjen e Alzheimerit. Studimet flasin që është një sëmundje e cila kërkon trajtim, kërkon kohë, kërkon përkushtim, e mbi të gjitha edhe disiplinë nga ana e familjarëve tjerë të cilët mund të atakohen me njërin prej familjarëve të tyre me këtë sëmundje. Si qëndron situata? Atëherë, fillimisht po du me spjegu pak për sëmundjen e Alzheimerit. Jo pse s'është e njohur, sepse është shumë e njohur edhe tek ne, po ende njerëzit nuk dinë që ku duhet me u trajtu kjo sëmundje. Atëherë, sëmundja e Alzheimerit është një sëmundje do të thotë që vjen nga dëmtimi i trurit, ku në fakt neuronet nuk përçojnë do të thotë mesazhet ndërmjet tyre dhe krijohen do të thotë disa pllaka të proteinave midis neuroneve dhe ndalojnë përçimin e këtyre informacioneve tek neuroni tjetër. Që do të thotë se me krijimin sa më shumë që krijohen kësaj lloj pllakash vdesin neuronet dhe sa më shumë që vdesin neuronet do të thotë që sëmundja përkeqësohet. Atëherë, Alzheimeri do të thotë patjetër që kërkon trajtim, ka dhe trajtim me medikamente, sepse momentin që shfaqet pagjumësi, agresivitet, ankth, patjetër që këta persona marrin medikamente, por nuk do të thotë që trajtimi dhe medikamentet e ndalojnë sëmundjen. Absolutisht jo. Sëmundja nuk stopohet. Ne vetëm bëjmë preventiven dhe do të thotë ndërmarrim masa që mos shkojmë në faza më të rënda. Momentalisht, këtu po flas për qytetin e Gjakovës, është paraqit vetëm një rast deri tani, që ka kërku një familjar, ka kërku konsulta se çka me bëhen, për shembull me prindin sepse ka me sëmundjen e Alzheimerit. Edhe ka kërku me e ditë sa mundem edhe unë me e pas, sepse është një sëmundje gjenetike. Do të thotë, nëse prindi e ka
sëmundjen e Alzheimerit, apo vëllai, apo motra, mundet me pas do të thotë edhe një person i përafërt, i përafërt e asaj familje. Por fatmirësisht tash kemi edhe teste, kemi teste të cilat ne do të t'i aplikojmë edhe mundem me e pas sa është i prirë që nes pas nesër me e pas ky person sëmundjen e Alzheimerit. Sëmundja e Alzheimerit s'mundem me gjetë diçka specifike që shkakton, ka faktorë të ndryshëm. Gjithashtu edhe pirja e duhanit mundet me na çutë kjo sëmundje, pastaj mos ushqyerja e rregullt, gjithashtu edhe diabeti edhe tensioni na sjell sëmundjen e Alzheimerit. Si me mbajt stabile situatën me shëndetin e atij personi që vuan nga ky problem, që edhe familjarët, po edhe ai vetë me undi mirë, që mos me progresu sëmundja. Atëherë, simptomat e para janë se në momentin që se zakonisht kjo diagnostifikohet mas moshës 65 vjeçare. Edhe në momentin që një person diagnostifikohet me sëmundjen e Alzheimerit, do të thotë simptomat e para janë se ai fillon me i harru gjërat ditore. Do të thotë ato që shka i bën gjatë ditës, diçka që ose e ka një termin apo ka për të shku diku, fillon me i harru këto gjëra bazike. Dhe pastaj në momentin që përkeçësohet sëmundja, fillon me i harru edhe ato gjëra që i ka pasur do të thotë në kujtesën afatgjatë. Fillon me i harru ditëlindjet, fillon me i harru edhe fytyrat e familjarëve, fillon edhe me i harru edhe ato rrugët që i ka kalu do të thotë që i ka pas përditshme. Kështu që patjetër që trajtohet sëmundja, edhe në momentin që trajtohet, ne do të thotë, thash edhe më herët, bëjmë një preventiv, edhe do të thotë e mbajmë sëmundjen me një tempo më të ngadalt. Patjetër që edhe medikamentet ndikojnë, por duhet me e pas edhe një person që asiston gjatë gjithë kohës. Sepse po kaloj do të thotë sëmundja Alzheimerit në fazën më të rëndë, patjetër që duhet me qenë një person që asiston. Pse? Kur llogaritet faza avancuar? Faza avancuar, për shembull, mundet me u afru tek demenca. Demenca është faza avancuar e Alzheimerit. Llogaritet në momentin ku nuk është i aftë fare për veten. Për shembull, personi s'mundet me dalë as në rrugë vetëm, sepse mundet me harru që tash është koha me kalu do të thotë semaforin, edhe mundet me kalu edhe do të thotë me shfaq me ndodhë ndonjë tragjedi më e madhe. Kështu që këta persona atëherë patjetër që kërkojnë asistencë. Mundem me japë edhe si informacion, në momentin që dikush diagnostifikohet me sëmundjen e Alzheimerit, mundet me jetu do të thotë 4 deri në 8 vjet, po varet edhe nga faktorët mjedisor, mundet me shku që me jetu edhe deri në 20 vjet. Në Amerikë është bë do të thotë një studim në vitin 2021, edhe ka dalë që mbi 5.8 milion janë të prekur me këtë sëmundje. Nëse flasim për shembull për Kosovë, ende nuk dihet një numër specifik, sepse në Kosovë ne kemi grup mosha do të thotë më të reja. Në vendet perëndimore, moshat janë më të moshuara dhe patjetër që ka me pas më shumë raste me sëmundjen e Alzheimerit. Po që në Kosovë cila moshë është? Mbi 65 vjet, patjetër, por në Kosovë kemi më pak raste, duke u bazuar që kemi edhe grup mosha të reja do të thotë. Kështu që patjetër që cilën moshë mendoni kur thoni moshën e re? Po flas përgjithsisht, ne në Kosovë popullatën e kemi më shumë moshë të re. Edhe krahasu me shtetet do të thotë perëndimore, nuk kemi aq shumë raste si shtetet perëndimore. Shumë tash e kam qartë. Po, sepse në shtetet perëndimore grup mosha do të thotë janë më të vjetra. Dhe patjetër që ka më shumë raste me Alzheimer apo me demencë. Ndërsa në Kosovë, thash edhe më herët, kemi më pak raste. Çka nënkupton neglizhenca hapësinore në fushën tuaj? Atëherë, neglizhenca hapësinore e quajtur në gjuhën angleze quhet spatial neglect. Vetë fjala po na tregon që ne po e neglizhojmë diçka në hapësirë. Është do të thotë është sindrom e cila vjen nga truri, është një sindrom neurokognitive që vjen pas dëmtimit të trurit. Momentin që ne pësojmë një goditje në tru, një hemoragji, apo ishemi për shembull, nëse ndodh goditja në lobin parietal do të thotë të trurit, atëherë ne mundemi me pas problem në hapësirë.
mundem me pas problem në hapësirë. Tash për me pas ma të qartë dhe persona që po na dëgjojnë, neglizhenca hapësinore, në momentin që ndodh goditja në tru, personi me njëherë, nëse ndodh në pjesën e majtë të trurit, do të thotë humbja ndodh në pjesën e djathtë. Nëse ndodh në pjesën e djathtë të trurit, humbja ndodh në pjesën e majtë. Zakonisht neglizhenca e majtë është do të thotë më shpesh se sa neglizhenca e djathtë. Në momentin që ndodh do të thotë kjo sindrom, ky problem, atëherë personi është si me ja vendos do të thotë një tablo tek syri edhe mos me pa fare në pjesën e majtë. Nuk vjen si pasojë dëmtimit të pamërit, vjen si pasojë dëmtimit të trurit, do të thotë. Dhe e kanë të vështirë jetën këta persona? E kanë shumë të vështirë, sepse nëse mëj me ndërlidh, ne kemi, janë dy llojet kësaj sindrome, është egocentrik dhe allocentrik. Nëse munde me shpjegu, sepse është pak e panjohur do të thotë për vendin tonë, por personat e fushës e din, nëse është do të thotë neglizhenca egocentrike, personi, nëse e ka përballë një person tjetër, e shet do të thotë vetëm gjysmën e tij. Ose nëse dëshiron me o vesh, zakonisht veshet vetëm nga gjysma e trupit të tij. Do të thotë se vetëm e sheh pjesën e djathtë, jo pjesën e majtë. Momentin që ka do të thotë neglizhencë allocentrike, atëherë ai e sheh vetëm pjesën e majtë, nuk e sheh pjesën e majtë të objekteve. Qysh do të thotë na identifikojmë? Momentin që na vjen një person me këtë sindrom, do të thotë ja vjen përpara një letër, edhe është e vizatuar aty për shembull një shtëpi apo një flutur apo një figurë çfarë do të qoftë, dhe i themi personit me e vizatu po të njëjtën figurë, atë do të thotë ka me e vizatu vetëm pjesën e djathtë të figurës. Gjysmën e figurës. Nëse është egocentrik, e vizaton vetëm gjysmën e fletës. Nëse është allocentrik, e vizaton do të thotë edhe pjesën e majtë të fletës, por vetëm pjesën e djathtë të objekteve. Dhe merr kohë trajtimi me këta pacientë, se ai këtë problem mund ta fitojë në moshë të ndryshme gjatë jetës së tij, apo? Po, shumë e vërtet, sepse kjo fitohet. Në momentin që ka ndonjë goditje në tru, patjetër që e fiton. Nuk mund të paragjykojmë se kur mund të jetë mosha e tij. Jo, absolutisht mundemi me paragjyku. Por, për shembull, nëse ky person vjen për trajtim, ne me njëherë kemi testin e vizatimit të orës, ja vendosim përpara me vizatu një orë, edhe zakonisht personi numrat e orës i vizaton komplet në pjesën e djathtë. Është shumë interesante sepse truri është një organ do të thotë shumë kompleks, për atë arsye edhe dashta me ndërlidh me e tregu se çfarë çrregullimi interesant është, por patjetër që edhe këtu duhet me asistu dikush, sepse ka raste që personat dalin në rrugë edhe mundet me i ardhë një makinë nga pjesa e majtë edhe ai nuk e sheh do të thotë fare. Kështu që patjetër që duhet me asistu. Edhe trajtimi këtu zgjat, patjetër që zgjat, por trajtimi nuk e eliminon sindromen, por vetëm marrim preventiv edhe do të thotë në hapa më të ngadalt shkon sindroma duke kalu në hapa më të ngadalt. Domethënë, nëse ndonjërit prej atyre që po na ndjekin i shfaqen probleme të tilla, duhet i drejtohet domethënë personave të cilët e kanë të përfunduar neuropsikologjinë, sepse në këtë formë ai mund të gjejë mbështetjen e tij për shëndet. Po patjetër, mundet me ju drejtu neuropsikologut, edhe neuropsikologu ka testet e duhura, ka mënyrën e trajtimit, edhe pastaj trajtohet. Edhe diçka përfundera, u kënaqëm bashkë. Më intereson cila është rëndësia të kapurit në kohë të gjitha këto probleme që ne i bashkëbiseduam sot bashkë. Faktori kohë edhe për gjanat bukura është i rëndësishëm. E lërëna kur bëhet fjalë për shëndetin edhe për gjërat të cilat ndoshta mund të kenë pasoja gjatë jetës. Kështu që si ti zëm me kohë këto probleme? Atëherë, unë e përsërita thashë edhe më herët, do të thotë diagnostifikimi i hershëm. Të mos ngurojmë, por t'i drejtohemi profesionistëve për çdo gjë. Patjetër që po. Profesionistët janë shumë të kuptueshëm. Unë në ordinancën time jap edhe këshillime pa pagesë, kushdo që është i interesuar mundet me u drejtu. Edhe çfarëdo që ka, mundem gjithashtu do të postoj edhe trajnime, edhe kanë me e pa kur mbahen trajnime për këto lloj çrregullimeve që ende nuk janë do të thotë mirë të dëgjuara në Kosovë, sepse ka dhe çrregullime tjera, po me dashme i përmend do të thotë në një moment të dytë. Po, në një moment të dytë. Kështu që kush është i interesuar, unë thash edhe më herët, kemi tash edhe
pajisjet digjitale, munden me u fut, munden me lexu, munden me pa, është shumë e lehtë. Është shumë e lehtë me marrë informacione për këtë lloj çrregullimesh. Cila është këshilla juaj profesionale që u adresoni gjithë atyre të cilët kanë nevojë me gjetë mbështetje nga njohuritë juaja? Atëherë këshilla ime është që mos të hezitojnë as pak. Le të lexojnë më shumë, edhe me njëherë nëse kanë nevojë diçka, munden me u drejtu, unë jam e hapur, momentin që e shoh që është një çrregullim që unë s'kam drejt, do të thotë s'kam kompetencë me trajtu, do të thotë i jap një direktiv tjetër, apo ja jap një këshill se çka me bon në shtëpi, kështu që çka mundem me jap tjetër si këshill, është edhe për prindërit, edhe për mësuesit. Mësuesit dhe prindërit absolutisht mos shfaqin sjellje agresive me këta persona, sepse këta do të thotë nuk është që e bojnë qëllimtas, por është diçka që vjen nga pjesa funksionale e trurit, do të thotë nuk e kontrollojnë. Kështu që mos shfaqin sjellje agresive, do të thotë me të mirë, gjatë gjithë kohës duke e motivu, edhe në këtë farë forme. Faleminderit shumë, Era. Turoj shëndet dhe suksesën në punën tuaj profesionale, besa sa më shumë avancime, trajnime, në mënyrë që audienca, njerëzit, shoqëria të njihen me secilin problem të mundshëm dhe të drejtohen aty ku vërtet ka nevojë. Shumë faleminderit Eldita, ishte kënaqësi për mua, faleminderit për ftesën, gjithashtu t'ju uroj të njëjtat shkajthe për mua dhe unë për ty. Faleminderit. Ndahemi këtu bashkëbisedua me Erën disa minuta për shumë probleme që kanë të bëjnë si me çrregullimet të folurit, pastaj edhe me çrregullimet të nxënjëse, gjithsesi me të gjitha problemet që i studion neuropsikologjia. Lëm takim në një tjetër temë diskutimi. Mirëmbëjtshi dhe kaloni bukur.